Përshëndetje dhe mirëseardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Dështoi për herë të nëntë konstituimi i Kuvendit. PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe lista serbe kundërshtuan votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit të propozuar nga lëvizja vendosje, duke cilësuar atë si shkelje kushtetuese dhe të rregullores së punës së Kuvendit. Ndryshimi i procedurës për zgjedhjen e kryeparlamentarit nga votimi i hapur në atë të fshehtë nga kryesuesi i seancës deputeti i vetëvendosjes Avni Dehari u bë duke u thirrur në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, si dhe në rregulloren e punës së Kuvendit. Ky ndryshim erdhi pas 6 përpjekjeve të dështuara për zgjedhjen e kreut të Kuvendit me votim të hapur. Me qëllim të hapjes rrugë për zhbllokimin e procesit, konsideroj që forma e duhur që mund të hapë rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë me fletvotime fizike. E ftoj administratën që ta bëjnë përgatitjen e nevojshme për realizimin e këtij procesi të votimit. Por kjo u kundërshtua nga PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe lista serbe, të cilat nuk propozuan fare përfaqësuesit e tyre pra anëtarët e komisionit përkatës për votim të fshehtë, si dhe nuk morën pjesë në votimin e përbërjes së komisionit. Deputeti i PDK-s Membli Krasniqi tha se vetëvendosja s'ka të drejtë ta ndryshojë formën e votimit në mes të procedurave për konstituimin e Kuvendit, duke cilësuar këtë situatë si një cirk. Prej kur ka Kuvend, edhe para shpalljes pavarësisë dhe pas shpalljes pavarësisë, kjo është e paprecedent, nuk ka ndodhur. Sikur të kishit vendosur në fillim, ndoshta do të ishte e pranueshme. Kjo nuk është e pranueshme. Ju ftoj që mos ta thelloni krizën, po të dilni nga kriza, sepse ju takon që ta propozoni dikën që për një më marr vota dhe ju e dini që ka në mesin e juaj të tillë. Andaj mos e thelloni krizën, zhbllokojeni, sepse nuk meritojnë qytetarët e Kosovës për shkak tekave tuaja me kthy Kuvendin në cirk. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami ndërkashtas se ndryshimi i formës së votimit përbën shkelje kushtetuese dhe të rregullores së punës së Kuvendit. Nuk do të bëhemi asnjëherë pjesë e shkeljeve të juaja. Është e vërtetë që rregulloria nuk lejon debat në seancë konstituive, por gjithashtu është e vërtetë se në asnjë pikë të rregullores nuk thuhet që mundesh me ndryshu mënyrën e votimit pasi që ke hyrë në proces. Ne jemi në proces dhe krejt çka lejohet është që të procedojmë me votim. Kaq. Gjatë kohës sa partitë e deritashme opozitare shprehnin kundërshtimin për ndryshimin e formës së votimit, deputetët e vetëvendosjes qeshnin dhe flisnin vazhdimisht. Për të qeshurat e tyre pati një përgjigje deputetja e AK-s Time Kadriaj, e cila në emër të partisë së saj kundërshtoi po ashtu formën e votimit të fshehtë. Aleanca ka dhënë alternativa dhe ju si keni pranuar ato alternativa, andaj s'do të bëjmë pjesë e cirkut juve. Sa për bujqësqeshjet e juve, veç për au kujtoj, zdravo mimoza. Kundër votimit të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit ishte edhe lista serbe. Por pavarësisht kundërshtimeve, kryesuesi i seancës, deputeti i VV-s Avni Dehari, hodhi në votim anëtarët nga LVV-ja dhe disa parti të pakicave jo serbe për komisionin përkatës për votimin e fshehtë, por nuk morën votat e mjaftueshme. Kanë dhënë votën 55 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka. Atëherë detyrohemi që ta ndërpresim seancën, shihemi me 3 maj në orën 10. Përpjekja e 9 për konstituimin e Kuvendit dështoi pa u propozuar fare për votim kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiu. Përpjekjes së sotme për konstituimin e Kuvendit i parapriu një takim konsultativ mes kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, si dhe atij të PDK-s Membli Krasniqi, i cili nuk rezultoi me ndonjë marrëveshje për zhbllokimin e situatës. Ftesën e Kurtit për këtë takim e kishte refuzuar kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Partitë politike vazhduan akuzat e ndërsjella për bllokimin e konstituimit të Kuvendit pas dështimit të seancës së 9.
Përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje u arsyetuan se propozimi për votim të fshehtë u bë me synimin për zhbllokim të kuvendit, përderisa partitë të tjera këtë ndryshim të formës së votimit e quajtën arbitrar dhe antikushtetues. Vazhdës së dështimeve në kuvendin e Kosovës, sot i parapriu dhe propozimi për votim të fshehtë, gjë që u kundërshtua dhe nuk u mundsua fare propozimi për kreun e kuvendit. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Kuran Murati akuzoi PD-kën, LDK-n dhe AAK-n për bllokim të konstituimit të kuvendit, derisa theksoi se nuk tërhiqen nga kandidatura Albulena Haxhiut. Ende pa e dëgjuar kandidatin vendosin pra që të dalin kundër. Unë besoj që zotëri Glauko Njufca do të propozonte përsëri Albulena Haxhiun, por parimisht opozita janë kundër ende pa u propozu kandidati. Pra këtu shihet që kemi të bëjmë me blokad të procesit e jo domosdo me emra të përveçshëm siç ata po pretendojnë. Gishtin ka partit ish opozitare për bllokim e drejtuan edhe partit në koalicion me vetëvendosjen, Guxo dhe Alternativa. Janë të qarta dy argumente shumë të forta. E para është që partit e opozitës në asnjë formë ose mënyrë nuk po kërkojnë zgjidhje, po duan të mbajnë këtë blokad, dhe e dyta që koalicioni i tyre apo marrëveshja dhe dakordimi i PDK-s, LDK-s, AK-s dhe listës sërbe është ende funksional. Unë besoj që edhe sot është përfaq para qytetarëve, para jush, që ekziston një koalicion që edhe gjatë fushatës zgjedhore unë e kam parashiku, i ashtu quajtëri koalicioni Plas. PDK, LDK, AAK dhe lista srpska. Ekziston ky koalicion. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se propozimi i lëvizjes vetëvendosje për Albulena Haxhiun nuk kalon. Siç u shpreh ai, Kurti po e konsideron më të rëndësishme Haxhiun se sa kuvendin e Kosovës. Unë besoj që din secili deputet i kuvendit të Kosovës, çdo qytetar tashmë, çdo votues i vetëvendosjes, nëse se din çfarë ju thonë ne, nuk ka lënë Albulena Haxhiu. Pikë. Nëse dëshiron me mojt blokum shtetin, për shkak të Albulenës dhe na spjegon çfarë borxhi ka. Ama qytetarët nuk i kanë borxh Albin Kurtit për me mojt blokum venin se u tek me buni shoqet i kryetarët të kuvendit. Propozimin për votim të fshehtë Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila nuk mori pjesë as në takimin paraprak të thirrur nga kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, e cilsoi hap arbitrar dhe antikushtetues. Deputetja e kësaj partie, Hykmete Bajrami, tha se ndryshimi i formës së votimit pasi ka filluar procesi përbën shkelje. Në fakt, rregulloria e Kuvendit të Republikës së Kosovës përcakton mënyrat e votimit për çfarëdo lloj votimi, që është e fshehtë dhe është mënyrë e hapur. Mirë po, kjo përcaktohet në fillim të procesit. Asnjëherë në histori të institucioneve të Republikës së Kosovës nuk ka ndodhur që të ndryshohet procesi dhe është shkelje në qoftë se një proces i tillë, domethënë mënyra e votimit ndryshohet pasi që ka filluar procesi. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadria, i tha se lëvizja vetëvendosje ka shndruar kuvendin në cirk. Siç u shpreh ajo, vendi ka mbetur peng i Albulena Haxhiut. Ata janë lidh me një emër, që është emri Albulena Haxhiut, e cila në fakt nëse tentohet 5-6 herë, 7 herë të votohet dhe nuk merr votat e mjaftueshme, përkundrazi prej seancë në seancë po zvoglohen votat e lëvizjes vetëvendosje, çdo të tërheq të jep rrugë ndonjë kandidati që ndoshta ka qenë e mundshme me i marr votat e deputetëve, qoftë PDK-s apo të LDK-s apo të AK-s. Seanca e radhës për konstituimin e kuvendit të Kosovës është thirrur sërish për të shtunën. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, i cili ndodhet jashtë vendit, ka reaguar pas dështimit të radhës së seancës konstituive, duke cilësuar propozimin për votim të fshehtë të përkryetar si arbitrar. Apo e kuptoni tash se pse me të tillët nuk mund të kesh as takim me as mirë kuptim, të takojnë, të mashtrojnë, gjersa të thrasin takim jashtë të ofendojnë. Në fund, veprojnë në arbitraritet të plot. Kjo politikë duhet të marrë fund. LDK do të japë fund, ka shkruar ndër të tjera Abdigjiku. Edhe Instituti Demokratik i Kosovës ka reaguar lidhur me propozimin për votim të fshehtë në kuvend. Në reagim thuhet se ndryshimi i mënyrës së votimit në mes të seancës në mënyrë arbitrare nga kryesuesi
dhe pa bazë në rregulloren e punës së kuvendit përbën shkelje të parimeve procedurale dhe një precedent të rrezikshëm për funksionimin e kuvendit. Ky veprim jo vetëm që bie ndesh me standardet e një legislature demokratike, por minon edhe besimin publik në integritetin e proceseve parlamentare, thuhet në reagim. Mes tjera theksohet se çdo përpjekje për të ndryshuar rregullat gjatë lojës, veçanërisht kur vjen në funksion tek kalkulimet e brendshme politike, dëmton në rënd autoritetin e kuvendit. Për dështimin e konstituimit të kuvendit, për herë të 9 radhas i kërkesën e kryesuesit të seancës konstituive Avni Dehari nga lëvizja vetëvendosje që votimi për kryetar të kuvendit të bëhet në mënyrë të fshehtë, gjë që u refuzua nga partitë e tjera, dhe rrugën për të dalë nga ngërçi i krijuar, flasim e njohësin e zhvillimeve politike ish negociatorin e Kosovës në bisedimet me Serbin Avni Arifi. Mirë se erdhët në studion tonë, zoti Arifi. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Për dallim nga herët e tjera, kur Albulena Haxhiu, kandidate për krye parlamentare, nuk merrte votat e mjaftueshme kësaj radhe, lëvizja vetëvendosje synoi ta ndryshoj formën e votimit. Pra, kërkonin që të bëhet votimi fshehtë për zgjedhjen e krye parlamentarit. Si e pat zhvillimin e seancës sotme? Një vazhdimsi e taktizimeve të lëvizjes vetëvendosje për me mbajtë të bllokuar institucionet në mungesë të shumicës parlamentare. Ka që është tendenca për me ndrru mënyrën e votimit është në kundërshtim edhe me rregulloren e kuvendit, edhe me ligjin, edhe me trashëgimin institucionalet Kosovës. Kjo kur s'ka ndodhur dhe është plotësisht është e akseptueshëm reagimi opozitar që të mos i nënshtrohen një votimi të tillë, sepse ne po flasim për kryetarin e kuvendit Kosovës, pra i të zgjedhur e të popullit dhe çfarë transparence po flasim, për çfarë institucione po flasim kur shifet vullneti qytetar në përzgjedhjen e tina. Ligja thotë qartë, rregulloria thotë qartë, dihet që zgjedhet. Prej shkeljes në ligj në shkeljen në ligj është të bë lëvizja vetëvendosje. Avni Dehari nuk i ka këto drejta që po i bën. Ai ka drejt vetëm me menaxhu ashtu siç është e parapame me ligj konstituimin e institucioneve. Thirrja në konsultime, tendenca, këto janë shkelje të pastërta ligjore dhe besoj që pavarësisht procesit që kish mujt me shku për shembull, këto janë shkelje të pastërta dhe gjykata kushtetuese gjitha këto mund të konsiderojë të paligjshme dhe të kthehemi në pikën zero prap. Por kryesuesi i kësaj seance Avni Dehari tha se kjo formë e votimit, tentimi për ta bërë këtë formë të votimit të fshehtë, u ndërmarr për të dalë nga ngërçi i krijuar në kuvend. Ata kanë mendësinë klandestine, mendësinë e të paraqiturit ndryshe në opinion dhe të qenurit ndryshe të vërtet. Ata takohen tinzisht me Radojqiqin, kurse dalin televizor dhe akuzojnë të tjerët se po bashkëpunojnë me Radojqiqin. Nuk është tendencë për me dalë prej ngërçit, është tendencë për me vazhdu ngërçin, sepse nuk i kanë votat. Albulena Haxhiu është veç një emër i përveçëm. Po ata i kanë 57 vota, nuk bohen 57 votat më shumë se 6, kur nuk rritën këto që nëse këta nuk i ndrojnë veprimet. Opozita u ka hap derën. Hapja derës është me bisedu për një, nëse dën votë të opozitës, për një, të paktën po flas për PDK-n, AK-n dhe nismën, ata të paktën e kanë ofru mundësinë për një kryetar konsensual. Dhe në vend se të bisedohet me ta për çfarë kandidati mund flasim, sepse unë besoj që lëvizja vetëvendosje, pa marrë parasysh konsideratat që mund të ketë për zonjën Haxhiu, sigurisht ka dhe shumë deputet tjerë që mujnë me krye këtë punë dhe që kishin mujt me qenë të akseptueshëm për opozitën. Po kryenetësia tyne që të mos ofrojnë asgjë dhe të instalojnë diktatin e bën edhe ma parimor veprimin e partive opozitare që të mos votojnë kandidatin me diktat. Po, duat ndalim sërish tek kjo çështja e votimit të fshehtë dhe deputeti Dehari tha se këtë vendim e ka marrë duke u thirrur edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, si dhe rregullorës punës së kuvendit. Në të nuk specifikohet realisht votimi a duhet të jetë i hapur apo i fshehtë. Unë nuk e kam këtë njohuri, unë e çka e di, gjithmonë kryetarët e kuvendit janë zgjedhur me votë hapur.
Dhe nuk e njoh bazën ligjore për cilës për referohet, për e njoh praktikën e drejtanishme dhe ju besoj qëndrimeve të partive opozitare që thanë që askon në rregullore nuk shohin se votimi duhet jetë mshift. Për ndryshe, besoj që njoh tek e fundit, edhe një votim i mshift do duhet që paraprakisht të ishte në pajtim me partit opozitare, sepse për asë gjë nuk i kanë votat këta. Po si duket nuk shkruan as i hapur dhe është lënë në kompetencë të... Po kjo nuk është tem Heqamit Deharit. I ka taku Albin Kurdit me dhonë këtë propozim që me bon një ftesë të dinjitetshme, e jo sigura ato ftesat që u kishë bo dje Lëmirit dhe Memlit, ishin fyse ato, përmbajtja atyre ishe jo korrekte. Ishte fyse sepse po i fton me i zgjedh nën kryetar dhe antar tjerë të kryesisë së kuvendit. Po kjo shkelje e pastër, ose kjo është paralajmërim se do të ketë blokad tjetër, sepse për to nuk kiç ka me bisedua, ta vetëm votohen. Në momentin që ka një shumicë parlamentare, nën kryetar të shumica parlamentare, ose të paktën opozita nuk mundet me zgjedh pa votën e shumicës parlamentare. Kjo është një praktike e tablume. Dhe më thonë, momentin që te e zgjedh kryetarin e kuvendit nën kryetar, pastaj të i zgjedh me automatizëm, shkojnë në pako faktikisht. Dhe ky po dënë me nxjerrë tema tjera që e blokojnë formimin e institucionit. Ta zonë pas zgjedhjes së kryetarit kuvendit, a i ka me thonë nuk pe pranoj që të nën kryetar të kësaj partije dhe bën një shkeljet të mentalitetit fitus që hartusi kushtetutës e ka pos në mende kur e ka bo, sepse nën kryetar dhe me thonë që vinë nga partit opozitare duhet me automatizëm e u votu. Por ideja e vetëvendosjes është që nuk munden partit e tjera parlamentare ta imponojnë një kandidat të partisë së parë në të rast vetëvendosjes. Po nuk po dojnë me imponu kandidat. Nuk po dojnë me imponu kandidat. Ne po nismi nga parimi që kjo e ka shumicën parlamentare dhe ata po i thojnë, ne po i njohim vendimin e gjykatës kushtetuese. Ty të takon, zgjedhe. Kërkush nuk pja mohon, zgjedhe, e ki ta ka dhonë drejtën kushtetuta, ta ka dhonë drejtën gjykata kushtetuse, i ki 48 deputet, ki e sa non partive, sa të që ti ki, është punë e jotja. Këtë botën, përgjësia krijimit institucionit është e partisë fituse. A i po thëtë, jo, votat nuk i kam, po më duhen votat e juve. Nëse duhen votat tona, atëherë ne duhet me negociu se cilin nga 48 deputet e tu do tjetë kryetar kuvendi, që po më do këtë shumë parimore dhe shumë logjike, nuk i kanë bërsh partit opozitare, ose ish opozitare, ose partit që s'kanë fitu, nuk i kanë bërsh kur gju partit fituse. Ata po e afrojnë në atë mas konstruktivitetin e tyne, të e thonë, po ta njohëm, po njohëm ligjin, po njohëm kushtetutën, e drejt e jotja është obligimi yti me sigurua shumicën parlamentare, ti s'po mund është me sigurua shumicën parlamentare, pra, po duhet vota jonë me zgjedh njëri nga 28 deputet. A një po bisedojmë se cili mundet me qenë. Ky person, i kam përmend disa emra, nuk do t'jenë, nuk do t'a kenë votën tonë. Në momentin kur si ki votat, gjithmonë ti du të me vrapu mas konsenzusi. Du të me nga me thirë, me bisedu me njerës qysh me arritë dhe votat e tyne, se po tam partit që si kam fitu zgjedhjet nuk i kam bërë shkurgjo. Këta po mendojnë me diktat, pa nivel, ishte kja lidhja me listën sërbska që e bojnë Peci edhe Kusari, marrë do të një ardhë. Në Moza Kosari me i thonë dikojnë a je me listën sërbe, është poshnim i mentalitetit dhe kulturës këti venit, kur dhe vetë i ka pranu koordinimin që ka bo me Radojqishin, pas si që ajo shpoll në Lizë Zezh dhe Prokuria Kosovës ka pas ndjekje penale. Edhe me i thonë dikojnë a Radojqishet, po me thonë me Moza Kosari që ki lidhje me listën sërbe është nderë, është krenarije, jo fyrje. Mirë, Zotja Arifi, nëse kjo formë e votimit të fshetë do të ishte aplikuar nga fillimi seancës konstituive dhe partit e tjera deri dje që ishë në opozit ta pranonin këtë formë të votimit, mendoni se do të kalonte Albulena Haxhiu? Ndoshta nuk do t'im rrëte as 50, se unë besoj që as në lëvizjen vetëvendosje ka plot që nuk i janë të qatë shpajtimit me votu Albulena Haxhiun. Është një parti që është rritë pa masë dhe pa kontrol dhe ka shumë fraksione, gjithë të dim për fraksionet e ndryshme që ka në lëvizje në vetëvendosje. Por nuk po paragjykoj, as po më intereson. Sepse në vetëvendosje po vlerësojnë se partit tjera po i friksohen votimit të fshehtë, pasi që shumë deputet do të votonin kandidaturën e zonës Haxhiu. Partit mendojnë se partit e tjera po të kishin votu më fshehtë, kishin me votu për neve. Kjo është stacioni kaluar dhe nuk kalon. Megjithatë,
Nuk mund është të me ndru regulorën pa bisedu me partit tjera. Dhe më thonë, gjithë shka ka orë të bashkëpunimi me partit opozitare. Mos të kish pas vot, po du më thonë, se kur të kish pas shumicën parlamentare, s'kish pas nevoj heq për kërkon, e kish bo këndon, që është këndon të kaluarën. Partit që i kanë pas për para votat e vete, i kanë qitë për shemull me paramenu, në gjatë dasit në atë kohë ka qenë shumë i papërshtatshëm për PDK-n, po LDK e ka pas votat e ka zgjedh. Panin, ju të kujtohet ajo me Panin, ne kishëm në atë kohë, kam qenë pjesë e aleancës, ne në atë kohë i kishëm 60 vota. Dhe pikrisht ishte kurti që del këtë ke Delmato Kadri Veselit, dhe nëse nuk kalon, që më keni përlët kandidat tjerë, i provani edhe ata që të një votime. U desht Pani me bo koalicion me Akërën për me i bo 61 vota. Pra, e mori rolin, obligimin e vetë, si ajo që i ka si koalicion fitus, dhe arriti të bëj shumicën parlamentarë dhe i kryo institucionet. Mos t'i bëjke 61 vot në atë kohë, kur lëvizja vetë vendosje nuk ish me votu, dhe nuk besoj që dhe ta voton të dikan nga Pani. Me gjithat, kjo është histori e kaluar, po praktikat kanë betë. Pra, nëse dënë me zgjedhë këndush, kryetar kuvendi, fitoj zgjedhjet. Realisht kjo vota... Jo vetëm fitoj zgjedhjet, po kriju shumicën parlamentare. Sepse këta zgjedhjet i kanë fitu, po se kanë bo dhe në këtë bazë e kanë të drejtën e zgjedhjes. Po për me zgjedhë këndush, kryetar kuvendi, ti duhet me pas shumicën parlamentare që ta votanë. Pse mendoni se lëvizja vendosje nuk parin të ketë marrëveshje për bashkëqeverisje me ndonjërin nga partitë politike shqiptare? Lëvizja vendosje, jo vetëm këto 4 vitet e fundit, po posaçërisht këto 4 vitet e fundit, faktikisht ka shkatru çdo urë, jo vetëm të miqësisë dhe të bashkëpunimit me parti politike opozitare, po ka shkatru edhe urat të njerëzillakut. Ka sulmu këta njerëz në format më të ndyta, më të ulta, që nuk është imagjinu që ne mas 25-6 vitesh, dhe me thonë lirije, me arë një kryetari i partije që ka qenë në gjendje rushtarake, dhe me thonë ka pas mosh rushtarake gjatë luftës, një plumë se ka prek, se ka shkrep, edhe me arë me tregu me i thonë Memli Krasniqit, Lumir Abdigjikut, Ramosh Haradinaj, se një njerëz Vučićit, dhe populli i Kosovës këtë me akseptu. Dhe me thonë, kë ka shkatru gjdo urë të miqësisë, se ne kem debate politike, në jetën politike, shpesher konfrontimet politike jenë të ashpra. Po këtu nuk po flasëm për konfrontimet të ashpra politike, po flasëm për tendencë për shkatrim njerëzor, të moralit, të integritetit, të njerëzve të gjitha partive politike që nuk kanë qenë me ta. Ka një praktik, njerëz të korruptuar inkorporojnë, dhe si të inkorporojnë njerëz të korruptuar, ja fillojnë me lëvdu, u e gjyshës si kur me shku në qabe, kur hen vetë vendosit, falen gjunahet, kurse kushdo që nuk është me vetë vendosje, është kundër Kosovës, është njeri Vučićit, punon për Beograd për listës sërbësa. Pra një praktik shumë e ullë, e cila ka me lanë pasojat gjata jetës politike të Kosovës. E keqja është që ende afatet kushtetuese nuk po rrjedhin, dhe në situatën në cilën jemi, a do duhet që të ketë një interpretim shtesë nga ana e gjykatës kushtetuese, në mënyrë që mos të lejohet që cili do blok i cili formohet edhe në të ardhmen mos ta bllokoj në këtë formë funksionimin e kuventit. Fatkeqësisht ashtu po duket se nevojitet një interpretim shtesë në gjykatën kushtetuese, tash forma që ka do të kërkohet nga gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese është prononcu një herë sa i përket mënyrës së krijimit të institucioneve, mirë po janë disa tema, për shembull, se ajo kur e ka precizuar se partia fituse e propozon kryetarin e kuvendit dhe është absolute kjo drejt, nuk e ka qartësu se a i takon kënd dën partia fituse apo një numër apo një nga deputetët që i takojnë kësaj partije, posaçërisht kur nuk i ka votat për shumicë parlamentare. Besoj se kemi arë, fatkeqësisht kemi arë në shkallë ku duhet me dalë dikush që nuk e di se si është baza ligjore, kush duhet presidenti apo një grup deputetëve dikun poshtë se mujnë edhe 10 deputet, me kërku, me zhblloku situatën dhe me marrë një interpretim të gjykatës kushtetuese, sepse vetëm me veprime, po them kushtimisht të dhunshme, juridikisht kurti po vendos, po funksionon si pas ligjshmërisë, ndryshe jo. Dhe si po shihni në këtë situatë rolin e presidentës, a do duhet që
të ishte më aktive për të parë dhe për gjetur rrugën drejt zgjidhjes së Problemi me presidentin është të paktën në 3 vitet e para ka qenë diçysh një lloj mashe e lëvizjes vetëvendosje. Hiç vitin e fundit ajo nuk e ka faktikisht nuk është përpjek që ta rrisë nivelin e akseptancës edhe tek partitë tjera, domethënë opozitare, dhe faktikisht ka humbur shumë nga autoriteti i saj. Pra aktivitet politik, takime dhe përpjekje me afru qëndrimet do të ishin të mirëseardhuna. Sa di unë, ligjërisht, edhe pse shpesh po thënë që presidentja duhet me nëtë shumë zgjedhje, lloj njerëz po japin qëndrime, nuk ka fuqi juridike presidenti i Kosovës, presidentja e Kosovës me dërgu vendin në zgjedhje, në asnjë formë, asnjëherë, në asnjë mënyrë. Pa u konstituu kuvendi nuk mund të ketë zgjedhje. Edhe kur të konstituohet kuvendi, ashtu kështu nuk mund me pas zgjedhje, po presidentja sa atëherë s'mundet me çu vendin në zgjedhje. Do të shpërndahet kuvendi nga deputet, me votë të deputetëve. Kurti mas pari, pastaj ta zom edhe opozita, po kush do tjetër dhe atëherë nuk ka nevojë hiç me i dhënë dikush drejt apo jo presidentës, presidentja e çon vendin me automatizëm shkon zgjedhje. Dhe nëse vazhdon kjo situata, kanë mbetur opsion i vetëm zgjedhjet? Po shqytë tash janë disa gjona. Ne po ndëgjojmë nga lëvizja vetëvendosje po thonë ose Albulena ose zgjedhje. Unë e kisha pranuar zgjedhje veç të financohen nga fondi i partive politike, jo nga fondi që u merren pagat nga qytetarët e Kosovës mjetë. Lirisht të marrin zgjedhje, po jo po këto zgjedhje të financohen nga fondi për demokratizim. Dhe që i marrin partitë politike, bile dje kishin dhënë listës sërbska 278.000 euro. Dhe kjo është arsyeja kryesore pse me kaq lehtësi përmendin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sigur të kishin thonë që okej, nëse shkojmë bile në kushtetutën e ardhshme, nështë s'është keq hiç me shtiket paragraf në zgjedhjet e ardhshme, nëse janë të jashtëzakonshme atëherë financohen nga fondi për demokratizim, po kjo është më shumë dëshirore, sepse që mundet me ndodhë. Megjithatë, nëse lëvizja vetëvendosje nuk i ka numrat, ne po shohim aty partia dytë në zgjedhje ka dalë PDK-ja, Bedri Hamza po thotë unë jam të e prit rendin. Unë kam i bëu 61 votë, nëse i bën me të vërtetë atë pse më shkon zgjedhje. Dhe a mendoni se partitë e deri djeshme opozitare janë kompakte në qëndrimet e tyre për të bashkëqeverisur, pasi që shohim një LDK e cila duket më interesuar të jetë në opozitë se sa që nuk janë kompakte, po për dallim për shembull Lidhja Demokratike e Kosovës, për dallim që i ka mbyllë çdo dyrë të bashkëpunimit me lëvizjen e vetëvendosje, pavarësisht kërkesave që janë publike dhe që nuk duken as pak të lehta, e kalon një derë të bashkëpunimit dhe mundësisë për një qeveri të përkohshme, e cila do të ishte domethënë faktikisht deri në prill vitit të ardhshëm, sepse opsionit për me pas një qeveri 4 vjeçare, po m'duket se janë afër zeros. Mirë, po megjithatë ekziston ata edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, po flas për përmeni këto dyja si parti, sepse pozicioni i aleancës nismës është i qartë, edhe këto dyja e kanë një besim që mund të krijojnë një qeveri me 61 vota. Dhe a do të përfitonin këto parti të opozitës dhe dje në opozitë nëse e formojnë qeverin, apo do të shfrytëzonte vetëvendosje këtë situatë për t'i kritikuar pastaj? Është sfiduese, po mos harro. Ne qeveria Kosovës këtë muaj ja jep edhe një dhuratë Serbisë dhe Rusisë. Mos antarësimi i Kosovës. Dështimin e antarësimit në Këshill të Evropës. Kjo është sikur me punu për Serbinë, valla. Dhe kur akuzojnë këtë qeveri disa lider politikë që po punon për agjendën Serbisë, kjo është. Kosova, a din më çka ka humbur Kosova që një vit, sa fondet i ka humbur, sa programet i ka humbur që jemi antar i Këshillit të Evropës. Është humbë drejta jonë me pa ditë Serbinë për krime lufte për gjithçka përmes gjykatës ndërkombëtare të Strasburgut. Janë humbë a disa mundësi për Kosovën. Dhe tash e kem tash në maj dhe Kosova sot identifikohet me qeverinë e saj, është e dhënë edhe një dhuratë Serbisë. Kosova nuk antarësohet në Këshillin e Evropës. Kjo është goditje. Kjo është goditje sa 1 miliard herë që nuk zgjidhet Albulena Haxheu. Nuk është e ardhmja e Kosovës Albin Kurti, as Albulena Haxheu. Bile këta po thirrën të kaluarën patriotike të familjes Haxheu, po pikërisht kjo ajo duhet me u dediku që Kosova me u bë antare Këshillit të Evropës, me pas një ministre taman, një ministra apo ministre që për një me meriton Kosova me konë edhe Kosova me u antarësu në Këshillit të Evropës.
shpresat e kosovarëve po veniten çdo ditë më shumë për me post një jetë normale në Kosovë. Pra, nëse ne ja nisim me thonë, po këtyne partive ju bjen kecë edhe 7-8 muje, qysh po i bje Kosovës? Ne po vim në atë situatë, me këtë trend të degradimit jetës, të izolimit, që një ditë prej ditë SLDK-ja me i fitu zgjedhjet po mos mi vyë kur gjo. Sepse jemi të izoluam, kur kush s'po dënë, paramena, prej vitit, prej majt vitit kaluam. Me sa lider politiku shtaku e kryeministri për me lobu për Këshillit të Evropës, me asë një, përveç presidentit Letonisë, që ato me që darës, me asë të një. Kush e ka taku Donika Gërvallën nga ministrat e jashtëm, po flasë takim bilateral, përveç i Kroacisë që e ka një lidhje të fuqishme me luftën tonë për liri, kush e ka taku? Qysh lobojnë këta njerëz për Kosova me kon Këshillit të Evropës? As në atë gjendë nuk unë ashti. Janë edhe fondet e Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor që për Kosovën fatkeqësisht janë bllokuar, pasi që nevojitet edhe miratimi marrëveshjeve në kuvendin e Kosovës, ratifikimi atyre marrëveshjeve apo jo. Nuk kemi bëjmë vetëm me ratifikim, nuk është vetëm ajo, po është çështja edhe ngecje se e kemi marrë peshën atë hisën e fajsisë për dialog. Ne është dashur me marrë çfarë 63 milion euro. Është fondi rritjes që është në total 880 milion euro, ne është dashur me marrë prej BE-s dhe për 3 vjetë, dhe më thonë dhe vitin 2027, ato dhe më thonë tërësisht janë blokume. Nga masat, ekspertët konsiderojnë damin që është bo, sepse janë bloku projektet që për para kanë qenë të miratum, dhe më thonë po flasën për tjera projekte këto që këtë 880 milion shi. Projektet e ma hershme, dami është... Që kanë qenë realizim e sipër. Në realizim e sipër, dikon 700-800 milion euro. Fondet për shemull për demokratizim, fondet shoqërisë civile, ja i kanë zvoglu, ja i kanë dalë krejt, ja i kanë minimizu. Dhe me thonë, faktikisht, Kosova është në një rrugë të vetë izolimit. E deshte këtë qeveri, e deshte këtë njeri për kryeministër apo jo. Askush nuk mundet me kontestu faktin se Kosova është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që nuk ka kurfar ngritje ekonomike, që ka ngecje të pastër. Ka pas zhvillim, për shembull, tjerë zakonshëm Shqipëria, vetëm investimet jashtë me del këshirë në Shqipëni. Macedonia në rrugën e saj drejt integrimi evropian plus është vendi NATO-s. Mali i Zi, Serbia, të gjitha janë shfuqishëm në trena të shpejt të integrimit në bashkimin evropian. Gjitha këto vende ne e kem albulenën qysh me bukuridar. Që mund të antarësohen para vitit 2030 në bashkimin evropian, vendet e rajonit, përfshirë Shqipërinë deri në vitin 2029. Shqipëria ka ecë shumë shpejt dhe Shqipëria mundet edhe para asaj kohë, nëse nuk ndodh ndonjë pengesje vetë mund me shkaktu në procese sipër, nëse vazhdojmë me këto trende mundet me ndodhur shumë shpejt, po Kosova nuk po shas që po merret dikush më me Kosovën. Do të thonë ka hupa i vullnetit që kanë pasur ndërkombëtarët përpara, vendet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe kur nuk u pajtojshin me neve, kanë pasur një vullnet me u marrë me neve me i zgjedh problemet. Tash diqysh sigur se e kanë lënë nuk po dojnë me u marrë me Kosovën. S'po na marrin seriozisht. Po, s'ka të drejtë, nuk e meritojmë me na marrë seriozisht. Dhe ne i fajsojmë ata, po jo, ne nuk e meritojmë me u marrë me drejt seriozisht, se për shembull lider i shtetit është ai që kur si ka votat shkon edhe i pyet se çush muj me të i kalu krizën që me shku me shti Kosovën Këshill të Evropës e me tjerë partitë politike çush muj se ky nuk është projekt një partie politike, kanë punuar edhe partitë tjera politike, deputet e partive tjera politike, tu përfshi edhe deputet e vetëvendosjes në mandatën e kaluar. Është punu kohë gjatë dhe bim na deri atë thotë jo, nëse s'bot Albulena e lojmë krejt punë. Dhe krejtësisht në fund, nëse sërish ka kësa qasje politike insistuese, a mendoni se nëse shkohet në zgjedhje do t'jetë realisht një vit 2025 totalisht i humbur për Kosovën si shtet? Natyrisht, edhe jo veç kisha pas shef të shkon vetëm 2025, po edhe shumë vitet që kanë kalu janë të hopta, edhe pastaj mund me pasu edhe shumë vitet tjera. Do me thonë, nuk e di a do të ketë ndryshim të madh në rezultatin zgjedhor, kur shkohet në zgjedhje, sepse është një praktikë që nëse shkohet me njëherë që aty plus minus 5% luajnë partitë politike, a është zgjidhja jo, nuk është problemi të zgjedhjet. Problemi është të ideja se lideri vetëvendosjes ende po jeton në botën e 50+%, ende po menon që është baba, që është cari i Kosovës, ai duhet me ditë, jo vetëm Kurti, po çdo lider politik që Kosova nuk akcepton cara as mbretër. Kosova nuk i ka dhënë mandat
me diktue, po me udhëheq. E me udhëheq, do me thonë, me udhëheq me njerëz këtij vendi që i respekton, pa marrë parasysh bindjeve të tjera politike. Lideri, kryeministri i Kosovës nuk kem shef urrejtjen që ka për liderët e tjerë të partive politike. E keni pa në fushat kur më të kemiza për LDK-n, për parti tjera, e dim pozicionet e tjera që ka ndaj PDK-s edhe ndaj Aleancës për Adhurimin e Kosovës. Pra, nuk kem bëjmë një polarizuese edhe nga liderët e partive të tjera politike ndaj vetëvendosjes. Kur je lider, kur i fiton zgjedhjet, ti je fajtor, ti prin, sikur në një shtëpi i madh i prin. Ai ka pas 50.2%, ai ka mujt me hinë historisë njeri që e bashkon popullin. Përkundrazi ai ka shtit thikën e përçamjes, me i shkatru të tjerët, dhe vetëm me kriju një mendësi moniste, para menosh fare çeveri do të ishte kjo sikur të ishte para 50 vite çfarë do të kishim. Dhe krejtësisht në fund çfarë prisni pas nesër nga seanca e kuvendit? Një përsëritje? Një përsëritje, jo. Nuk besoj që do të ketë diçka, nuk po duket që do të depërton mesazhi se nuk do t'i ketë vota, nëse lista sërbska voton ose dikush ajo është diçka tjetër, ose nëse aftësia tyne për me kriju një shumicë parlamentare mund të ketë ndonjë zhvillim, po gjërat që po duken do të flasim njësoj. Zotë Arifit, falenderoj shumë për analizën që bët rreth zhvillimeve në kuvende jo vetëm. Faleminderit për ftesën. Biseduam me njohësin e zhvillimeve politike ish kryenegociatorin Avni Arifi, vazhdoni të qëndroni me ne. Mirë, do të cilin tani një kronik tjetër. Gani Geci i ka mohuar pretendimet e Faton Pecit nga partia Guxo, ku thot se e kaftuar për bashkëpunim. Geci para gazetarëve afër kuvendit Kosovës tha se një mesazh ja kishte dërguar Pecit me disa prona që ai kishte dyshuar se janë të uzurpuara. Geci mohoi t'i ketë dërguar SMS për bashkëpunim, mbase i ka reaguar ashpër duke hedhur akuza se Faton Peci dhe Albin Kurti po mundohen t'i përçajnë vëllezërit Geci. Unë nuk jam ai që i çoj dikujt SMS për bashkëpunim. Kur njët. Unë komenu që ata lista Guxo janë me LDK-n, tash po shihet që ata janë japonjë e LVV-s dhe japonjë marksist-leninist të Kosovës. Shiku edhe Udba, edhe tash Faton Luçi, Albin Kurti, po mënon me përqa vëllezërit Geci, po kjo do të jetë për mua. Gjatë ditës, kryetari i partisë Guxo, Faton Peci, ka adresuar akuza ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës duke e cilësuar si një shoqëri aksionare. Duke folur për komunikimet e eksponentëve të lëvizjes vetëvendosje me deputet individual të kuvendit, ai tha se kjo gjë është normale. Ndërsa lidhur me komunikimin e Glau Konjufcës me Gani Gecin, ai tha se publikimi i mesazheve në media të këtij të fundit nuk është pjekuri politike. Para nuk ka kur gjë të jashtëligjshme edhe jo të pranueshme rast se kërkohet vota deputetëve. Unë s'kam kontaktuar me asnjërin prej deputetëve të opozitës, po prej këtu publikisht ju bëj thirrje që me votu kryetarin e kuvendit, për shkak se është në interes. Në rast se partitë opozitare kanë shku në zgjedhje me idenë që thjesht me na dërgu në opozit, ekziston vetëm një mundësi. Votimi i kryetares së kuvendit si rrugë zgjidhje, zhbllokimi në aspektin e themelimit të institucioneve të kuvendit fillimisht, madje për të mandatu mandatarin për themelimin e qeverisë. Sa i përket diskutimeve që janë bë në media rreth një telefonate, nuk e di a kanë ndodhur, por si do që tjetë, unë personalisht kam një vlerësim dhe respekt për familjen Geci. Në radhë parë për Bacen Lil, që është vllau me moshën më të madhe në atë familje, por si do që tjetë një mesazh miqësor për zotin Gani Geci, komunikimet që ndodhin edhe me SMS, edhe me thirrje telefonike në politik, nuk është pjekuri politike që të gjitha të shfaqen në opinion edhe në media. Presidentja Vjosa Osmani ka udhëtuar për vizitë zyrtare në Federatën e Malezisë me ftesë të kryeministrit Jab Dato Seri Anwar Ibrahim. Presidentja Osmani në prezencë të korit diplomatik dhe të ftuarve të tjerë do të hapë zyrtarisht ambasadën e Republikës së Kosovës në Kuala Lumpur, një hap i rëndësishëm në forcimin e pranisë diplomatike të Kosovës në rajonin e Azisë Juglindore. Osmani do të pritet me një ceremoni zyrtare në kompleksin shtetëror Bungaraja.
Gjatë kësaj vizite, presidenti Osmani do të zhvillojë një takim me kryeministrin Anwar Ibrahim, pas të cilit do të mbahet një konferencë e përbashkët për media. Për nder të presidentës Osmani, kryeministri Ibrahim do të organizojë një drekë zyrtare në rezidencën shtetërore Seri Perdan. Në kuadër të kësaj vizite, presidenti Osmani do të dekoroj me medaljen presidenciale të meritave kryeministrin aktual të Malezisë Anwar Ibrahim, si dhe ish kryeministrin Abdullah Ahmad Badawi në shenjë mirënjohje për kontributin e tyre në mbështetje të Kosovës. Presidenti Osmani do të zhvillojë gjithashtu takime me përfaqësues të dhomës kombëtare të tregtisë dhe investimeve të Malezisë, si dhe me përfaqësues të sektoreve të rëndësishme të ekonomisë maleziane, përfshirë prodhimin, teknologjinë dhe turizmin. Me këtë rast do të diskutohet për mundësitë konkrete të bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve dhe tërheqjen e investimeve në Kosovë. Para kuvendit dhe qeverisë, sindikatat protestuan për të drejtat e punëtorëve në Kosovë. Sindikata e pavarur e sektorit privat i dha ultimatum institucioneve dhe kompanive private për rritje pagash, në të kundërtën paralajmëruan bojkot të punës. Me 1 minutë heshtje filloi protesta e punëtorëve të sektorit privat të Kosovës në nderim të jetëve të humbura në vend të punës. Këto duar që prapa me e mbajnë pankarta janë po ato të njëjta të cilat çdo ditë bartin barën e punës. Një muaj i këtij viti nuk po festohet me dekor e me muzikë, por po festohet me ngritje zërit këtyre punëtorëve të cilët kërkojnë të trajtohen dinjitetshëm, me paga ashtu siç meritojnë dhe kushte më të mira të punës. Kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi paralajmëroi institucionet dhe ndërmarrjet private që nëse pagat nuk arrin vlerën 600 euro deri më 1 shtator, atëherë puna do të bojkotohet. Japim një afat deri me 1 shtator nëse paga minimale nuk do të jetë 600 euro, e cila unë mendoj se për gjithë opinionin është e kapshme. Andaj ne në mënyrë unanime t'jeni të bindur edhe këta e din që ne dim të bojkotojmë dhe të mos kryjmë punën tonë. Nuk po lypëm luks, ne nuk e dim çka është shëtitja, ne nuk e dim çka është rekreacioni, ne them të drejtën nuk e dim as të ngopim me bukë ashtu si duhet dhe çka duhet. Fakti që institucionet shtetërore nuk i kanë kushtuar kujdes as më të voglin sektorit privat, vetëm për 3 muaj e gjysmë kemi 10 raste të vdekje në vendet e tyre të punës. Në protestën organizuar në ditën ndërkombëtare të punës, morën pjesë edhe ish punëtore teknike të Kuvendit të Kosovës, të cilat sipas Inspektoratit të Punës u larguan jashtëligjshëm. Përfaqësuesi i atyre Hafije Statovci ritheksoi sërish se 15 grave i u shkelën të drejtat vetë se kërkuan, siç u shpreh ajo, një copë bukë më shumë. Fëmijët tanë shpesh herë nga tryezat tona të varfra qohen pa mbushur mirë barkun me bukë të thatë. Në Kosovë, punëtorët e sektorit privat të Kosovës edhe sot marrin pagë 230 euro. Kjo pagë nuk po na lë të vdesim, po dhe nuk po mund të jetojmë. Edhe sot, kujt i drejtohen për kërkesat tona? Kur nuk kemi kuvend, nuk kemi qeveri, edhe kur i kemi pasur, nuk na kanë hyrë në punë asgjë. Për deri na sot marrin pagë 200 euro, deputetët e Parlamentit të Kosovës shtyhen sikur kiet në zgjill, por ata janë fitues dhe vetëm për 5 minuta prezencë të kuvend marrin sa ne që marrin për gjithë muajin. Përveç sektorit privat, zërin kundër padrejtësive ngriten edhe sindikata e re e Kekut, kolektivi feminist, qendra sociale përpjekja dhe aktivist të pavarur. Kryetari i sindikatës së re të Kekut Nejat Lumnica theksoi sfidat e shumta me të cilat përballen punëtorët e sektorit energjetik. Ne po punojmë, ata po bëhen milioner dhe për këtë arsye ne kërkojmë ngritjet e pagave, kërkojmë respektim të drejtave ligjore, kërkojmë respektim të vendimeve të gjykatës që janë pagesa për fundjavë, pagesa për rrezikshmëri, kërkojmë marrëveshjen kolektive, kërkojmë gjykatën e punës. Ligji për sigurinë në punë ende nuk po gjen zbatim nga shumë ndërmarrje private, sidomos në ato ndërtimore ku rastet me fatalitet janë shumë më të shpeshta, ndërsa dënimet për pronarët e kompanive ndërtimore konsiderohen jo adekuate. Gjykata Supreme e Republikës Kosovës ka marrë vendim të lirojë nga masa e paraburgimit 4 serbët arrestuar më 5 prill në Gjakov. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësja e kësaj gjykate, Antigona Uka
Lutfiu. Gjykata themelore në Gjakov më 7 prill 2025 kishte aprovuar kërkesën e prokurisë themelore Gjakovës duke u caktuar masën e parburgimit prej 30 ditësh ndaj 4 të dyshuarve, ndërsa policia e Kosovës pati njoftuar se të arrestuarve u ishte gjetur dhe sekuestruar thika dhe një SPAT. Këto ishin gjitha materialet që kemi përgatitur për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.